Sulmi ndaj Murgeshës në Jeruzalem shkakton indinjat, nuk është rasti i izoluar. Një video publikuar së fundmi ka shkaktuar reagime të forta pasi tregon momentin kur një murgesh katolike franceze sulmohet në Jeruzalem. Sipas pamjeve, një burg afrohet nga pas dhe është hyrë me forcë në tokë. Më pas, ai tenton ta godasë sërish ndërsa ndërhyrja e një kalimtari arrin ta ndalojë. Murgesha, e cila është edhe studiuese arkeologjike në Jeruzalem, ka pësuar lëndime të lehta dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia izraelite bëri të ditur se ka arrestuar një 36 vjeçar si të dyshuar për sulmin, duke theksuar se do të zbatohet tolerancë zero ndaj çdo akti dhune në qytet. Ngjarja ndodhi në Malin Sion, zonë me rëndësi të madhe fetare për komunitetet hebraike dhe të krishterë dhe është interpretuar si sinjal i rritjes së tensioneve ndërfetare në Jeruzalem. Konsullata franceze dënoi ashpër për incidentin dhe kërkoi që autori përballet me drejtësi, ndërsa përfaqësues fetar dhe akademik shprehën shqetësimin për shtimin e rasteve të armiqësisë ndaj të krishterëve në rajon.